Shqiptarët dhe Shqipëria janë duke vuajtur këto 12 vitet e fundit nga skamja, nga varfëria ekstreme dhe kjo e gjitha për arsye të këtij narkoregjimi i cili mendon vetëm për xhepat e tij dhe asnjëherë për xhepat e popullit apo për tavolinat e tyre që janë si mos më keq që prej vitit 2013 deri më sot. Duket tamam sikur jemi në mesjet. Domethënë të shikosh ato tavolinat e shqiptarëve aq të vuajtura vetëm kastraveca, tomate, diun, buksat, por mjaft më. Në datën 11 maj do ndryshoj gjithçka për shqiptarët dhe për Shqipërinë. Nuk do të ketë më kastraveca that ose me buksat ose diun, më thej të thash këto gjërat, por tavolinat e shqiptarëve do të shtrohen. Domethënë do hani me Luk Floriri me pak fjalën në datën 11 maj. Jo në 11, po në 12, se në 11 janë votimet, në 12 fitojmë ne dhe pastaj do të shikoni këto tavolina. Do keni makarona, gjiz nuk do ketë më, do ketë fërges. Do keni suflaqe, pita, portokaje, salata ruse, kastraveci do qërohet, nuk do jetë me i paqëruar, edhe këto të tjera. Kështu që votoni për ndryshimin. Stop, e kemi!